أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأبدريمة إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرقي محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد مشير الله عز وجل شوف بتا familjen e shokët e tij sinqer, besnik, edhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Aleikum selam aqasami. Jemi në ciklin e ligjëratave, këshilla nga urtakët e këtij ummeti. Jemi edhe më tej te këshillat e sahabiut të nderuar Uthman ibn Affanit radhiyallahu an. Edhe këshilla e radhës është këshillë interesante në aspektin e parë të shikimit. E kjo këshillë pra e Uthmanit ka bazë në praktikën e Muhamedit a.s. dhe praktikën e Islamit në përgjithësi. Uthmani radiallahu an e tha këtë fjalë: Inna Allaha yaz'u bisultanin ma la yaz'u bil Quran. Allahu azza wa jall ka njëherë e ndihmon këtë fe ma shumë përmes sultanit se sa përmes Kur'anit. Ose Allahu ka njerë e ndalon një ndales kushtimisht ma let përmes sultanit se sa përmes Kur'anit. Fjallë që është shkurt, por që pëmdo këtë sikurse me pas fjallën Uthmani për neve si musliman kohën bashkore që na po jetojmë. Normalisht, ndukje kjo fjallë, duke ndoshta jo e kuptim drejt, jo e kthjellët, por ata burra kanë folë fjalë të pakta, mirë po kanë qenë fjalët e tyre kuptim plota. E ku mos me folë këtë fjalë kur Uthmani e ka jetësu Islamin dhe ka jetu krenar si musliman edhe ka vdek krenar si musliman. Normalisht, Uthmani ka dosh me këtë fjalë me thonë që kapi njerëzve që nuk marrin vesh kur ti thosh ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Kapi njerëzve që s'marrin vesh kur ti thosh Allah i ka thonë Kur'an që kjo zbon. Ai s'merr vesh. E Allahu azza wa jall e çon një kryetar drejt. Edhe i zbaton ligjet e Kur'anit dhe Sunetit, edhe e dënon me ligje njërin. Për shembull, pyetje konkrete, edhe është e kthjellë pyetja, po edhe përgjigje është hala më e kthjellë. Për du me lidh me fjalën e Uthmanit. Ç'është është e mundshme Zvicra, kushtimisht shtet jo islam, me pas pastërti, me pas rregull, me pas jeta kuptim atje, po flas materiale në përgjithësi, ndërsa të na musliman 5 vakte namaz, xhumat pa, të na e kundërta ndodh. S'është pastërtia nivel edhe kështu më radhë. Problemi është se të na kena nevojë për një udhëheqës që i implementon ligjit e Zotit. Se s'po marrëmi vesh, hoxha po thotë mos e haram alkooli, prapë pinë, mos e haram prostitucioni, prapë bojnë, mos e haram bigjoze, prapë bojnë. Unë s'po thon për vetit. E kur ta çojë Zoti një kryetar drejt me ta mshël bastorën, me ta mshël komarën, me ta mshël vendin e pis prostitucionit, çfarë disa njerëz marrin vesh. Se pa i prekin xhep dikuna, pa prekin tel dikuna, nuk merr vesh ai. Andaj që të tha Uthmani, Allah i ka njerë e ndihmon Islamin ma shumë përmes sultanit, se sa përmes Kur'anit. Se ka nivel njerëzve, që ndikon vëlla me Kur'an, ka thonë Zoti a i bindet, se mene, u afane. Kena dëgjua Zot, i bindemi, pak unë i farë diskutimi. Ka njeri gjithë thu, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi, s'mervesh. Kur ti vjene me postjerë denimi që ka qitë bërdhogin në sokak, e ka qitë bërdhogin në park, i vjen denimi 5.000 dinar, a i ka me përbi javën a ashtë me bërdhogin, ka me hongër, a me qitë jashtë ja. Qështu, ka njerë dukon duhet me liqë. Kuptuat me liqë që është në përpëtshmëri me Kur'anin dhe Sunetin. E Allahu ka të regu që e fe hasibtum ennama khalaqnakum abatha. A keni mendu që i këna kriju këtë sëkoti pa sistem, pa liqë, s'ka mërë e kështu. Ata që dojnë me jetu pa sistem pa liqë, i kanë shembull kafshët. Ulaike kel an'am. Ata nëse kurse kafshët bel hum adall,
edhe ma bet se kafshët. Ai që s'ka qef me jetu me rregulla, me ligje, gjithë ditën bërtitja atine, s'mervesh ai. Kafsha është kafsh, i thu, stoj, ndalu, largohu, mervesh. Ama kapi insanëve që i ka falur me Allah fiqyr mi, po ma bet se kafshët ju, Zotin Allah. Andaj kanere, qysh na edukon ligji, s'na edukon Kurani. Kjo është marrë me thonë, si fjalë, po problemi është që e kina për punën. Me nanetën me që kizin kokë. Përgojon 10 euro. E që të bërdhogin 20 euro. Po ja unë e po du me Kur'an. Aja, me Kur'an dhe resis moreve shte, po të denoj me gjep. Qitë mus me qitë bërbog tash? Para tonë të ndërua gjëmat, e kam praktiku këto. Kër e ka po njëri për djetarëve që Kur'ani sot unë diku sa duhet, unë mësu Allah me haram njëri. Ka gabu allaj, edhe thot vetë më pa të bosh shprehi me folë për njerës. Bre pi lexoj vetës ajete dhe hadithe që kërcënojnë me denime, me xhehneme, mos me folë për njerëz, mos mi bajt galit e huja. Hyç ta u patabo, imun. Rrethi vllai keq, ku me ditë sa më ko njeri mirë po prishët. Për atë arsye thotë ja nisa me dënu vetën me agjerim. Nëse foli për dikun e sot diçka, ku më agjeru një ditë. Ja nisa dhe me një u knaq atë një nuk. U mësu nefzi, një nani nozë. Ma mirë me folë se me një me hek. E po ashtë s'po dhez. Tha ja nisa, si ta marrë dikun e përgoj, ku mi falë 2 rekate. Ndollë ke tha gjithë ditën vesh të u falë, u knaqa, u mësu nefsi. Shka me bo mërë vla? E më ranë men. Si ta marrë dikun e përgoj, ku mi dhonë 5 denar. 5 denar kanë bo prasisht e 30 euro. Për shamu kushtimisht. Një natë njëherë tha pale, tha, e përmenda filanin, e mo në përgoj. Kur i thash 5 denar, herën tjetër tha, unë dalë gjuha vetë, ka dalë. Se e gjitha shitonin. Tha, mo nuk fola për njerëz mu. Se kom përmend kërkuna mu. Se kom marrë na përgoj kërkuna mu. Se u dhesh mi nxjerr 5 dinar. A që i fali 50 rekate si ala shej. A që ninoj ke çdo ditë si ala shej. E preki vetën në xhep, ka dalë se ligji në xhep po funksionoi ka. E qështu edhe në Evropë. E kam po që insani ka nësë merë vesh. Insani ka nërë nuk merë vesh pa prek në gjep. Se le punën e keqe. E ka prek në gjep edhe tani nuk e qëtë përdogin. Të natë njëjtë gjematit, njëjtë njerës. Me po në zvisër filani, pëse u rritë katonar, u rritë aj. Në për Livaldjani, u rritë, në për Batlëk. Ka shku në zvisër kravate i kujdeshëm. 1 vjetë e ma ke tempo. Se me qitë bananën edhe livurën e bananën 7 franki ha. Vjen këtu në zhunisë të gjamija. E pingre cigarën e shtak, e shumë kështu sportski, edhe peshkel me kom. Allah, qëka e të bobi thonë? A gojë cigarën peshuki, s'po ki ku me shuk cigarën të ka ndetë gjamisa? Sa që se po të bëj një foto, ta qojnë komuna me edhe një, ma, që për malë. E, morë edhe trake e shtinin në gjemë pallu. Shti po bëj ka? A që ka thonë zoti mu se që ti bërdhokët në udhë, pejgamberi ka thonë se va përs me ik bërdhokët për udhës, jo me qitë, s'po funksionon, e pse në zvizë po funksionon? Se 7 frank pëllut me hungër. Andaj e kena puru punën me në gëdhen me bio, me në gëdhen me zorë, mu bu insan me zorë, me ligjë, me të prejkë në gjepë Allah në ujtë. A që ka thonë Zotit e pejgamberi, pak e kemi gajne. Për të syje, nuk është letë më konë hakikat. E ka thonë një fjallë të modhe, në libën e ti me zmu fetava, Shekulisar në Temi, rahimahullah, thot, bajthe Musa bil gjelel. Thot Allah e ka qu Musaj me shëriat rond. Se jënë konë Bene Israel, jënë konë kryte kanë pasë qukat. Jënë konë të rond. Edhe e ka qu Zotë shëriatin më të rond. Popullët e Musaj, Bene Israelve. Se s'kanë marrë vesh në ryshe. U dash me marrë shtrengusht. Mentalitetin e kanë pasë shtu. Të rond. Në kuri të rond. Thot u bu'itha Isa bil Gjemal. Ndërsa kur e qoj Allah i Isajin, e qoj me shëriat letë. Se që shtu jënë konën populli i Isajit. Që jënë konë stabil në fej, u dash mi josh, pak salamadi milon. Wa bu'itha nabiyuna Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bil kemal. Allahu akbar. Ndërsa Allahu e dërgoj pejgamberi me shëriat plot. Kur u dash me shtrengu, e ka shtrengu. Kur u dash me lishu, me liru pak, e ka liru sallallahu aleyhi wa sallam. Se që shtu e ka që Zotin. Andaj shëriati ma i plot, kajmaku i shëriateve, kajmaku i legislacioneve,
Islami është shariati pejgamberit alayhis salam. Pse është buithe bil kamal. E ka thënë Zoti me shariat plot. S'ka nevojë me ndu stulla. Që shta pejgamberi sa kur foli për pejgamberllëkun e tij, shariatin e tij, tha shariati jem edhe pejgamberllëku jem që jam dërguar i fundit është sikurse një shtëpi e cila është ndërtuar edhe ka met një tull pa undu. Tha çaja tulla e fundit jam une. Nuk ka nevojë as me hek tulla, as me shtu tulla. Ai është plotësimi i shariateve të pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Feja ka qenë e njëjtë. Jo që shariatet e tjera kanë pas mangësi, po ai kaimaku ka ardhur me pejgamberin. Për shembull, aspektin e moralit. Çka tha pejgamberi? Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, me transmetim me salih al-akhlaq. Allah më ka thënë si torte janë çershi, si çershi janë torte. Qysh më ka thënë me i përsos virtytet e larta të moralit. Jo që pejgamberët e kaluam s'kan pas moral, ama ai kaimaki i moralit është me ardhjen e pejgamberit, është nduvula. S'ka diçka që muj ma shumë me bo, s'mun ma shumë me bo. Se laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni shembulltyrë më të lartë, më të bukur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ana nuk ka diçka në moral që s'u gjen te pejgamberi, te shariati i tij. Ose për shembull i ka pa jahudit të agjiru Ashurën, edhe i ka thonë pse puninoni? Ka thonë puninonim se Allah e ka shpëtu Musën dhe e ka fundos ushtrinë e kriminali Firaunin edhe Firaunin. E puninojnë falenderim ndaj Zotit. Tha nahnu ahqqu bi Musa. Thot samahu wa amara bi siyamiha. Thot agjëroja ditë edhe e i dhroj tjerë më agjëru. Se na jena ma meritor. Kjo është shariati jonë. E pa Omerin e gjeti një fletushk të vratit Musa e Selam. Tha çka kjo? Tha është një gjykim, është një fletushk, disa dispozita shariatit Musa. U hidhrua dhe e mur, tha sukurse me kish me qenë vllavi jem gjallë. Musai e kish lonë shariatin e vet, kish punu me shariatin tem. Pse? Allahu më ka dërgu vull e gjithë pejgamberëve. E ka dërgu Kur'anin, vull e të gjitha librave qiellor, e ka dërgu Islami vull e të gjitha jurisprudencave dhe legjislacioneve islame. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ju kemi bërë ummet mesatar, edhe li kulli ummetin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Për çdo ummet kemi caktuar shariat, legjislacion, katalog se si duhet me jetu insani muslimani në këtë dunja raport me Allahun azza wa jall. Ata njerëzit ndryshojnë dhe jo të gjithë ndikohen me Kur'an dhe jo të gjithë pra dëshojnë me u gjyku me Kur'an, dikush duhet me u gjyku me ligj. Për shembull rasti tjetër e ka dërgu Sa'd ibn Waqqasin Omer radiallahu anhu si gjykac ka karahimet e Irakut. Edhe Sa'di u kon shumë i drejtë, ama ka shku në xhamat gabum. Ka ne Zoti ja çon kryetarin komunës, çashtu çelib komuna. As më të mirë as më të keq. Qysh jo njerëzit kryetari i vjen. Ka ne Zoti ja çon drejtorin e shkollës, qysh jo profesor dhe drejtori gjithashtu. Ka ne qysh jo xhamati dhe hoxha. Varësisht. Edhe Omeri e ka bu mend me çua që Sa'd ibn Waqqas i devotshëm i drejt, me pru vinkëll xhamatin. Edhe e çoi, shkun 6 muaj pu vin letra, edhe atëherë kanë çuar letra anonime. Ama atëherë kanë çuar letra më shumë me emra, se ka pas më shumë burrni. Sot sa letra anonim shkon ministria që kënaqën shqiptarët me shkruaj letra anonime. Ma shkruajnë letra anonime se do lexojnë hat me Kur'an. Allahu akbar, Allahu akbar. Çashtu edhe në atë kohë kanë shkruaj letra anonime. Edhe pimer Omeri, vrejtje. Shka u bo më në burë, ja ku më që njeri më të mirë të mund shumë, çka kanë këta njerëz. Ajo në tokë bukës, mbytur me letra. Edhe pja qonë një shkret Sa'd ibn Waqqasit, për dhëtë hajde, te pushteti jem se ki vrejtje pi xhamatit. O abet njeri, çka u bo më në burë. Unë i drejt, i devotshëm, çka kanë këta njerëz me këtu letra anonime. Edhe vjenu te Omeri, thëtë, çka ka o khalife i musliman vë kryetar. A se kon kry punën me ndera, tha une nuk dyshoj besnikirin drejtsin tonde, po më vinë shumë letra me të hek me ndru. Qysh? Pse? Thot se po gjykon me islam shumë i drejt, e na spedojmë që ke drejtën. Bina një qetër ma shglepa. Anë kanë ndrimi,
Dhe largimi pi postit, drejtorit, kryetarit, imamit, rahmet është kanë herë. Tru Zoti për njerëzve të këqij. Kanë ato letra haje, mojnë ato anonime. Edhe sa di më kohë shumë e bu, sa po shkoj edhe një herë për provoj. Shkoj. Nuk shkoj një muj që ata që ja u prishke terenin Terezin me drejtësinë e tij, fillon me i thur kurthe. Çfarë kurthe me i thur? Njëri tha, s'po ma drejtësi. Ai qeti tha kështu edhe kështu. Sa di më kohë i nemi, se zmon me nem njëra, më kanë ku ta bim punën dikush me nem, neme, që mos e qele syt, mos s'merr vesh ndryshe, neme, se të ka hikin hak. Njëri tha, s'po bon drejtësi. Ai qeti tha kështu, ai qeti tha kështu. Edhe pasha Allahin, tu treve ja ka thonë ka një doa. Nëse ti shka po thua është e vërtet, Allah i ma dhasht hakin dhe më përmesof. Nëse nuk është e vërtet, Allah i ta dhasht hakin. Allah i ta dhasht hakin, Allah i ta dhasht hakin. E njënjën për tyve e kish nemën, inshallah Zoti ta zgat jetën edhe njerëzit pështym ftyrë. Unë i drejt, i devotshëm, punë për bojme ndërë, ti për teket e tua, për shoshnin tonde, për trezin tonde, po shpim dhe i ne, a ne, baje me shnet. 94 jetë ka jetu që njëri që ka nemë sa di më kasë, 94 ka jetu. Edhe ka kanë shku njerëzit, e kanë pështy dhe i kanë thonë i pa moral shumë dhe i flisht. E ka po njënjë për i gjematit. Ka thonë, o jaran, kemi mendu që je burri mirë, jetove gatë, pse kështu për të nënçmuj njerëzit? Qka i tha? Tha, aj që më ka nemë ka dekë. Se kisha shkuja, kisha la kumë, sa pa kësham veç më abu halal. Thot pse? Thot më shtynë një dy, thot, më qunë në gjemat, edhe me shpif diçka për ato. E hongra, tha. Shpifa edhe a i tha boni doa. Allah zgatja ymrin, mirë jaftyrën. 5 vakët ata i kun falë, muslimani mirë. Po nema e sa di ibn Waqasit hala po mze. Edhe zdu me dek pa u korit. Ma monë ftyrën. A i më shaj, kim pështy, a i kështu. Nuk është let me shpifur dikuna. Nuk është let me nënshmu njërin e drejt. Se një doa me qitë, a i për ty e ty ben i ke qelë sytë. Ke dunja, e botën gjithë të tani qëronë në hesapë zotin me ty. Andaj kujdes me njerëzit e drejt. Do këtë kanë e që po të aprish të rezien. S'po shkom vinkëll për qefi, ma mirë duro. Drejtsin e ti, devotshmërinë e ti, se sa me ta shu zoti një kreten, qeter masatine, ose me zonë doaja edhe haku i ti. E sa njeri janë të hek, për shkak doave të njerëzve drejt që ata i kanë bo kundër tyre Allah në rujt. Për të arsye tha Osmani, ka një here qysh e përhap islami zotin përmes sultanit, se përhap përmes Kuranit. Se dukush merr vesh, ka thonë zoti, ka thonë pejgamberi, merr vesh kur që qoje postjeri letrën të shtëpia, zotni nderuam për shkak hedhjes bordhogit, për shkak gabimet që e ke bo, i denu me 5.000 dinar. Denoje me 5.000 dinar, zbatoje denimin, e shef mas njave, a e qeta i më bordhogin, a nuk e qet. Pse ti i thu, ka thonë zoti pejgamberi se ka kajle, ama qoje denimin të ne, e ta qesa i përzyt e merr denimin. Qështu janë insan përgjësi, ka ne nuk din mu eduku me fjallë zotit pejgamberit, din mu eduku me ligje, se ligji e sistemon insan lëkin dhe jetën njerëzore. Zotit dhe mësimi, alhamdulillah, rabbil alamin.